Mirdita, në Shqipëri vetëtima ka vrarë 200 dele dhe unë sot do t'ju tregoj disa informacione thelbësore për këtë fenomen. Jam i bindur që do t'ju interesoj shumë, ndiqeni me vëmendje, ndoshta dikujt prej jush mund t'i duket banal si fenomen ose edhe si argument, por do t'ju them në mënyrë shkencore disa informacione që janë thelbësore që mund edhe t'ju mbrojnë, madje dikë mund edhe t'i shpëtojnë dhe jetën. Dëgjojeni me vëmendje. Si gjithmonë, kush është rastisht nëse nuk e keni bërë, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashk. Para pak ditësh në Delvin, në një mal pranë Delvinës, ka ndodhur një ngjarje që më ka prekur. Sepse një familje që ushqehet vetëm me bagti që të humbasi ose të vriten 200 dele është e rëndë dhe më vjen shumë keq. Pra ka ndodhur në Delvin në një mal ku delet ishin popullosnin në një lëndin ku aty gjendej dhe një pemë. Dhe çfarë ka ndodhur? Sepse disa thonë që mundet që ta ketë bërë edhe dora e njeriut. Unë nuk besoj për këtë, por besoj për vetëtimën dhe do t'ju them se përse. Një vetëtim, pra e kësaj natyre, që është hera e parë që ka vrarë 200 dele në Shqipëri, është hera e parë. Me fjalë, me sa kam lexuar unë për gjatë gjithë kohërave në Shqipëri, ky është fenomeni më i rrallë. Është një fenomen i rrallë, por ndodh. Duhet të dini që për shembull, në Gjeorgji, në vitin 1975, ka vrarë 500 dele. Pra, në Gjeorgji 504, 500 dele një vetëtim e vetme. 500 dele, do t'ju them tani se çfarë ndodh në një moment të tillë, thash në mënyrë shkencore. Madje, fenomeni më i rrallë që është regjistruar ndonjëherë është ai i vitit 1939 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka vrarë 800 dele. Dhe është e pa imagjinueshme sepse kur lexon gjëra të tilla të duket sikur janë fantazi, por është e vërtet dhe do t'i them se çfarë. Atëherë, pikë së pari, një vetëtim mund të bëjë një shkarkim nga 100 milion volt deri në 1 miliard. E dëgjuat mirë, 1 miliard është merr ta mendosh. Me fjalë, një shkarkim që e bën në më pak se 3 milisekonda, pra sa është edhe informacioni që vjen në trurin e njeriut. Është e njëjti shkarkim, e dini apo jo? Pra, një vetëtim, shkarkimi i informacionit që vendoset që vjen në tru dhe që futet në ndërgjegjen tonë, pra nga momenti që vjen informacioni, çdo lloj informacioni dhe atë që po flasim tani, zëri im që vjen tek ju, pra kalojnë 3 milisekonda. Disa thonë 300 milisekonda, por është e njëjti shkarkim me atë të një vetëtime. Vetëtima me një 3 milisekonda, pra me një shpejtësi marramendse, mund të shpërndahet në një terren deri në 200 metra katror. Ndonjëherë edhe deri në 1 kilometër katror, pra i gjithë, që i bie, nëse është 500 metra për 500 metra terreni, në këtë vend mund të shkarkoj energjinë e saj vetëtima dhe të vras çdo lloj gjë që gjendet aty. Nëse është i lëngshëm vendi, pra nëse ka ujë ose përcjellës të tjerë të rrymës, pra gjëra të lëngshme. Sepse uji është përcjellësi më i fortë dhe më i shpejtë i energjisë. Kjo është pika 1. Pra shkarkimi që është në 3 milisekonda dhe që mund të mbulojë deri në 1 kilometër katror. Tjetra, që është akoma më e rëndësishme, duhet të dini që njeriu me kafshët ndryshon shumë. Vrasja më e madhe e njerëzve është bërë në Afrikë, pra e një vetëtime. Ka vrarë 21 njerëz, mos gaboj, në Zimbabwe. Para disa vite, në vitin 1980, mos gaboj, ka vrarë 21 njerëz. Pra në një të gjithë së bashku, në një vend ku ishte ujë, sepse binte shi, dhe shkarkimi që bëri ishte kaq i fortë sa vrau 21, bile disa prej tyre patën dhe probleme që i përcollën për gjithë jetën. Në vende të tjera, për shembull në Shqipëri, unë di që ka vrarë deri në 6 njerëz në kohën e monizmit, nuk di pastaj më vonë, sepse ishin të lidhur njëri pas tjetrit, ishin ushtar, mos gaboj, dhe duke u lidhur njëri pas tjetrit, duke qenë terreni i njom, pra me ujë, vrau 6 njerëz. Tani, pse po e them këtë?
Sepse pikë së pari, në qoftë se njerëzit janë të lidhur mes njëri tjetrit, pra kanë duart të lidhura mes njëri tjetrit, apo janë të gjithë bashkë, i vret në moment. Pra i vret që të gjithë. Dëgjojeni me kujdes, e keni vënë re kur shtyn njeriu, e shtyn kur e kap korrenti që e shtyn me baston apo me diçka që nuk thonë që mos ju afro, dhe disa nuk i afrohen, pikërisht pra sepse ka rrymë, ai është përcjellës rrymë. Dhe rryma përcjellet edhe tek tjetri që është pranë teje. Pra ky është një tjetër gabim që bëjnë shumë njerëz që kur ka vetëtim arrin të gjithë bashkë të strukur. Asnjëherë nuk duhet bërë kjo sepse secili ka fatin e tij. Tjetra, vetëtima kur bie, që vjen, me fjalë kur vjen shkarkimi, djeg vetëm zemrën. Djeg edhe pjesë të tjera të trupit, por gjën e parë që djeg zemrën. Pra aty ku pompon gjaku. Sepse ka disa elektrolit, pra që janë përcjellës të rrymës. Dhe është gjëja më e parë që bën, me fjalë, është shkarkon energjinë pikërisht aty. Tjetra, që është akoma më e rëndësishme. Njerëzit kanë 2 këmbë, kundrejt kafshëve që janë 4. Kanë 4 dhe duke patur 2 këmbë njeriu, përcjellësi i rrymës është më i pakët, pra pothuajse gjysma. Kurse tek kafshët, për shembull në këtë rast në delvin me 4 këmbë, përcjellësi i rrymës është në të gjitha këmbët dhe dyfishohet. Dhe ka edhe diçka akoma më të rëndë. Delet janë si mund të thotë, të qullta nga uji, sepse kanë leshin sipër dhe brenda leshit ka ujë. Uji është përcjellës i menjëhershëm i rrymës. Dhe pikërisht në atë moment kur bie vetëtima, e djeg në vend, sepse është i mbuluar komplet me ujë, trupi i deles. Pra janë e para një që ka 4 këmbë dhe i ka në ujë, sepse vendi është i njom nga shiu. E dyta sepse është e mbushur komplet delja me ujë. Dhe e treta, që është akoma më e rëndësishme, delja, trupi i deles është më i brisht se sa trupi i njeriut. Trupi i njeriut është më i fortë. Ndoshta ju duket paradoksale, trupi i njeriut është më i fortë, me fjalë i mbijeton më shumë pra fenomeneve natyrore. Ndoshta ju duket që kafshët janë më të forta, nuk është e vërtetë. Në këtë rast, që thash të fenomenit natyror të vetëtimave, është pikërisht ky. Dhe tjetra, duhet të dini që në një shkarkim të tillë, pra që thash deri në 1 miliard volt, pse shkon nga 100 milion deri në 1 miliard volt, mund të gjeneroj, dëgjojeni këtë, rreth 15 ditë energji për një fshat. Me një fjalë, gjithë kjo rrymë. Pra rryma elektrike e një vetëtime. Në qoftë se do të ishte e vazhdueshme, nuk diskutohet. Por ajo nuk mund të ndes dot asnjë, sepse nuk mund të qëndrojë dot as disa sekonda, sepse forca e saj, pra një vetëtime, është e menjëhershme. Pra ajo bën shkarkimin dhe pastaj ajo, por rryma e vetëtimës është marramec. Dhe pika tjetër që është akoma më e rëndësishme, që të gjithë ata që goditen nga vetëtima janë të gjithë të shënuar nga për të jetën. Dhe dini pse? Të gjithë kanë halucinacione. Që të gjithë. Kush më shumë, kush më pak. Kush ka, si thuen, ëndra të çuditshme, kush ka shikon ka déjà vu, më të theksuar, ka është në kontakt me forma të tjera jete, e tjere. Që të gjithë. Madje e fundit fare, të gjithë ata që janë qelluar nga vetëtima, kanë në trupin e tyre disa forma vërtet të çuditshme, sikur të jetë një djegje e tamam si një vetëtim. Formën e ka si vetëtim. Me fjalë, djegja në trupin e tyre është si vetëtim. Dhe futet në lëkurë. Pra gjithë kjo rrymë futet në lëkurë duke krijuar ato kanalet nëpër vena dhe nëpër trup. Dhe kjo, sipas gjasave, sepse ka një, nuk e di, do t'ju them dhe për këtë, është një legjendë e vjetër ku thuhet që Zeusi e krijoi vetëtimën për të zgjuar mendjen e njeriut dhe të
kafshëve dhe të insekteve të planetit Tokë për të treguar potencën e tij. Në fakt, potenca e gjithësisë, sepse nuk është e Zeusit, mendoj që është e krijimit dhe është bërë në mënyrë perfekte. Në qoftë se keni vënë re, vetëtima shënon njëherë për gjithmonë pra këdo që prek. Dhe kjo duhet thotë me mendimin im, është lidhja direkte e krijimit pra të qiejve me planetin Tokë dhe çdo specie që gjen aty, në këtë rast edhe njeriu. Por ne jemi këtu më koshient, më të ndërgjegjshëm dhe po e themi me z, sepse kafshët nuk e thonë ndoshta me z, ne e themi me z. Ndoshta e mendojnë, por e themi me z. Megjithatë më vjen shumë keq për ngjarjen që ka ndodhur në Delvin dhe doja t'ju kujtoja, kush është rastisht i bëni like faqes dhe i shpërndani këto informacione dhe të mbani mend që në një moment, në një fenomen të tillë ku ndodhin vetëtima, është mirë që mos qëndrohet në një pemë, në një antenë, në një përcjellës rrymë që të ketë ujë etj, mos të kesh çadër në dorë. Pra, kur ka vetëtima, është mirë që ti jesh, ndonjëherë edhe ata që nuk kanë çadër goditen nga vetëtima, sepse nuk ka lidhje fare ndonjëherë, sepse i gjen vetëm nëse është një fushë për shembull, është i vetmi vend me fjalë që është si antenë, që është njeriu dhe e godet në vend. Dhe të mbani mend që një goditje të rëndë të tillë i djeg komplet zemrën në sekondë. Kështu që bëni kujdes, është mirë që kur ka vetëtima të qëndroni brenda një vendi të mbyllur. Ka kohë për çdo gjë. Siç thoshte babai im, në qoftë se do të rrije një ditë apo 2 ditë në një vend, derisa të mbaronte shiu. Derisa të mbaroj shiu, do të mbijetosh? Po. Atëre merr një ditë apo 2 ditë kohë dhe prit sa të mbaroj koha e keqe. Kalofshi një ditë bukur dhe më thoni se çfarë mendimi keni për këto informacione që ju dash sot.